Live from Tirana. Live from Tirana. Kjo është edhe përshëndetja e cila çel rubrikën sërish Live from the Cinema, por se radhe nuk jemi vetëm, jemi me mysafiren ton të parë, me Kesina Lamin, regjizore dhe skenariste. Përshëndetje. Kesina, mirë se vjen. E dim që je në një moment ku je në vrullin e një pune për cilën ne do të flasim vetëm pas pak, por ndërkohë të falenderojmë që je këtu me ne sot për të ndarë me ne edhe 5 filma të cilat ti i ke përzgjedhur dhe i sugjeron për të gjithë ndjekësit dhe për gjithë ata të cilët e duan kinematografin dhe jo vetëm. Kështu që ne do ta nisim me atë që e ke renditur në vendin e 5, Aroma e një gruaje. Pse është ky film një film i cili duhet parë dhe pse ka diçka të veçantë që ti e ke përzgjedhur sot? Unë do e cilësoja si një nga rolet më të bukura të Al Pacinos. Në gjithë filmat që unë shikoj më shumë aktorin ose regjin. Për sa i përket regjisë, do preferoja që të ishte një film pak më i shkurtër, më duket sikur është pak më shumë i stërgjatur. Por gjithsesi, po flas për Al Pacinon, është roli më i bukur që ka bërë ndonjëherë, mendoj unë, në karrierën e tij. Është shumë e vështirë që të luash të verbrin kur ti shikon shumë mirë dhe ai e ka sjellë në një mënyrë shumë të bukur sa ti ndonjëherë kur del nga filmi thua po unë shikoj. Konfuzohesh. Po, deri në këtë pikë shkon. Kesin më thuaj pak çfarë është Aroma e gruas për ty? Aroma e gruas është ajo aroma që ti e dashuron, ti e pëlqen, jo parfumi, po flas për aromën e trupit. Po, që njerëzit dashurohen pas saj. Dhe ky është sugjerim i Kesinës, i pari i renditur në vendin e 5, sepse ne do të komentojmë edhe 4 filmat e tjerë që ti ke përzgjedhur sot. Është cilësuar edhe nga kritikët, një nga filmat më të mirë, kështu që i pari. Okej, mirë, ne do të patjetër do të diskutojmë që të gjithë, jemi me Kesina Lamin, vetëm pas pak do të diskutojmë përsëri, ndërkohë do të sjellim Starstruck, Years and Years, jemi live from Tirana. Ndërkohë jemi me Kesina Lamin dhe vazhdojmë diskutimin ton për filmat. Kesina, tani do të dalim tek një tjetër film, i cili është i katërt, mund ta rendisim në këtë top 5 që themi që ke zgjedhur. Dhe tani do të shkojmë nga The Scent of a Woman tek Mother. Mother është një ndër filmat që mua më ka shokuar. Herë është i qetë, herë është shumë i zhurmshëm, herë nuk kuptohet, herë më duket horror. Sakrifisa që bën nëna për fëmijën është një ndër gjërat që ky film e tregon më së miri dhe gjëja që ndoshta mua nuk do të më pëlqente që do lidhet çiktë me teatrin, me Pelikanin, i cili babai në rastin e Pelikanit të Strindbergut është Pelikani, është ai që jep çdo gjë për fëmijën, ndërsa në këtë film është e kundërta. Nëna jep çdo gjë për fëmijën, ndërsa babai thjesht do lirinë, do egon e tij, do famën dhe harron çdo gjë tjetër të mundshme. A mendon Kesin që filmi Mother po ashtu është, nuk do ta quaja shkollë, por ndoshta një leksion jete për mamat e reja ose për mamat që ndoshta nuk e kanë atë forcat mashkullore në krah, që janë të vetme? Është një leksion, mund ta quash edhe shkollë, por jo vetëm për nënat, por është edhe për baballarët ose për njerëzit më saktë që kanë egon shumë të smur, që vendosin punën, karrierën para familjes dhe para çdo gjëje tjetër. Gjithashtu do quhesh të shkollë edhe për aktorët e rinj. Absolutisht po. Është një film që të mbërthen për 2 orë e disa minuta, më duket se është të mbërthen pas ekranit dhe nuk e di, ke një ndjesi të ndryshme, në çdo skenë ka një ndjesi shumë të ndryshme. Është e vërtetë, është një film që realisht nuk duhet humbur nga audienca. Një film që dua të ndalem tani Kesin, pra është vendi i tretë, është Still Alice, që bën fjalë për jetën e një doktoreshe, po themi, që diagnostifikohet në moshën 50 vjeçare me një mundësi për Alzheimer. Më thuaj pak si kanë qenë emocionet kur ke parë këtë film, sepse unë e di që është pak film i rënd, pak dramatik si film. Është film shumë i rënd, por unë e kam parë më shumë se 3 herë, edhe pas çdo herë që unë e kam parë, unë kam kërkuar në përshpi telefonin, kam kërkuar lugën, kam kërkuar çdo gjë tjetër të mundshme sepse unë e harroja. Aq shumë më ka përfshirë si film, aq i bukur është si film, aq domethënë se është si film, nuk është e thjesht për një grua dhe për asnjë njerëz që të humb kujtesën një moshë shumë të re. Dhe gjendja psikologjike që ka ajo
të përfshin në të dhe shumë herë kam thënë, okay, unë dua këtë film, e dua shumë ta shikoj, por po më bën edhe pak keq, por jo, nuk e di. Është një ndër aktoret më të mira për mendimin tim. Më thuaj pak e dashur, sigurisht Alzheimer është një smundje që prek pak moshën e tretë. Ka bërë të ndihesh më shumë nevojë për të kontaktuar me pikërisht me këtë moshë të tretë ky film. Sepse realisht unë kur e kam parë më ka bërë të telefonoj gjyshërit në atë kohë kur ishin gjallë dhe më ka prekur vërtet shumë si film. Po, është një gjë që ti arrin të kuptosh pastaj edhe moshën e tretë, qoftë edhe mamin ndonjëherë kur harron ndonjë gjë nëpër shtëpi dhe unë filloj që bëj shaka me të fillove të plakësh, por në fakt jo, nuk duhet bërë kjo gjë, sepse është gjendja psikologjike që rëndohet shumë, jashtëzakonisht shumë. Një film vërtet frymëzues, ndërkohë do të shkojmë tek vendi i dytë, ke zgjedhur pikërisht Old Boy. Kjo është një ndër filmat e mi të preferuar ndër të gjithë. Dhe pse, për çfarë flet, dhe pse u sugjeron njerëzve? Ky film flet fiks për karmën. Domethënë çdo gjë kthehet në jetë. Ne ndonjëherë nuk e bëjmë keq pa dashur ose tallemi me dikë ndoshta edhe pa qëllim të keq. Dhe ky film pikërisht për këtë flet. Është një burr që është i martuar, ka një fëmijë 5 vjeç, kur ka qenë në akademi, është tallur me një shoqe të tij. Historia e saj kishte qenë shumë e dhimbshme, kishte pasur një baba i cili përdhunonte të gjithë familjen, vajzën, djalin edhe gruan, dhe në fund kur ky djali kishte përhapur namin në gjithë akademinë, atëherë vret babai vret gocën, vret djalin, vret maman edhe veten e tij. Djali ka arritur të shpëtoj dhe ai kthehet pas shumë vitesh për t'u hakmarr. Edhe mbyll për një dhomë për 20 vjet dhe kur del, ky dashurohet pikërisht me vajzën 5 vjeçare që tashmë ishte ndruar identiteti, emri dhe çdo gjë tjetër dhe ato arrin të bëjnë dashuri me njëri tjetrin. Është fiks karma. Dhe i fundit është provimi, mund ta quajmë, dhe exam. Exam mua më ka pëlqyer më shumë nga ana regjizoriale. Është një film i cili në 80 minuta ti e shikon vetëm një dhomë dhe në 80 minuta ti nuk mërzitesh duke e parë atë film. Janë 8 kandidatë të cilët duan të zënë një vend pune, i cili është shumë i rëndësishëm me të ardhura shumë të mëdha. Ju jepet të gjithëve nga një flet dhe në atë flet është komplet e bardhë dhe duhet të gjejnë se çfarë është shkruar në të dhe kush është pyetja dhe kush është përgjigjja. Sigurisht është një film që vërtet luan shumë me psikologjinë e njeriu. Absolutisht. Dhe këto filma vërtet janë tepër të rëndësishëm sepse ti kupton në çfarë fazi je. Tani a mund t'ju pyes unë sepse e di që je në një përgatitje për një shfaqje teatrale që do të jetë tani së shpejti, Aladini. Dhe për këtë kemi dhe kolegun ton Elios Shuli që do të bëjë rolin e Xhafarit dhe e di që do shkëlqej. Por më shumë informacion se kur do të jepet kjo shfaqje, kur do të kemi mundësi që ta shohim. Kjo shfaqje do jepet në fillim të majit, nëse na mban dhe koha me datë 1 maj, jepet tek Teatri Veror i Akademisë së Arteve. Kemi Eliosin që kemi këtu një Xhafar të vërtet, doja t'i përmendja pak Dario Zelën, e cila është Aladini, Angela Gaxhazi, e cila është Jasmine dhe Altea Lushi, e cila është Gjindesha. Dua të përshëndes shumë edhe ta falenderoj Ledia Hutën, e cila është një kostumografe perfekte. Ledia Hutën e përshëndesim edhe ne, që në qoftë se na dëgjon, e përshëndesim shumë dhe ndërkohë Kesina të falenderojmë shumë që ishe pjesë e programit dhe që na sugjerove këto filma që në vërtet janë shumë frymëzues dhe vërtet bukur për t'u parë. Shumë faleminderit edhe ju kënaqësi. Kesim, përpara se ta mbyllim, dua dhe një mesazh për gjithë artistët e rinj, duke qenë se dhe ti vetë je në moshë të re, të tre jemi në moshë të re. Më jepi një mesazh zemër, sepse unë mendoj që në Shqipëri përpos vështirësive edhe mund t'ia dalim. Unë do thoja vetëm një mesazh, ndoshta duket pak e çuditshme, por që të jesh një artist i mirë, një rast parë duhet të jesh një njerëz i mirë dhe shikoni gjërat pak më pozitivisht. Kjo ishte pra. Vjen tani Dancing with the Devil nga Demi Lovato. Unë juftojmë të kërcejmë pak me demonët tanë të brendshëm. Ne qëndrojmë prap sepse do të kemi pas spotit publicitar rikthim në rubrikën tonë. Live from Tirana.